Lirimi I hapësirave publike nga ndërtimet e paligjshme vijon me intensitet në të gjithë territorin e vendit. Ky operacion është bërë pjesë e një procesi të gjerë institucional që synon të rikthejë rendin dhe ligjshmërinë në përdorimin e hapësirave publike, duke përgatitur terrenin për zbatimin e programit të ri Rilindja Urbane 2.0. Programi I ri synon jo vetëm prishjen e ndërtimeve paleje, por edhe transformimin urban të qyteteve shqiptare nëpërmjet investimeve që përmirësojnë cilësinë e jetesës dhe krijojnë më shumë hapësira për komunitetin. Kryeministri Edi Rama në një reagim në rrjetet sociale theksoi se puna për lirimin e trotuareve, rrugëve dhe hapësirave të përbashkëta do të vazhdojë me vendosmëri pas një tolerim ndaj zaptuesve të paligjshëm. Rama ndau pamje nga operacioni I zhvilluar në zonën e Rinasit, ku u prishën disa objekte të ngritura pa leje, duke theksuar se kthimi I hapësirës publike qytetarëve është një detyrim dhe një investim për të ardhmen e qyteteve tona. Nisma është konceptuar si një ndërhyrje e qëndrueshme dhe sistematike e jo si një aksion I përkohshëm. Ajo ka nisur zbatimin që prej muajit korrik dhe po vijon me prioritet në çdo bashki të vendit në bashkëpunim me inspektoriatet përkatëse dhe autoritetet vendore. Qëllimi kryesor është të garantohet që hapësirat publike, trotuaret, parqet, rrugët, sheshet dhe vijat ujore të jenë në shërbim të qytetarëve dhe jo të interesave të ngushta private. Për të përfshirë më gjerësisht qytetarët në këtë proces, është vënë në funksion portali Hapësira ime publike ku çdo individ mund të raportojë raste të zaptimit apo ndërtimeve të paligjshme. Sipas të dhënave më të fundit, deri më sot në këtë platformë janë regjistruar 14.899 denoncime, nga të cilat 11.275 raste janë zgjidhur me ndërhyrje konkrete, ndërsa 3.624 raste të tjera janë aktualisht në proces shqyrtimi. Ky proces, sipas institucioneve përgjegjëse, do të vijojë pa ndërprerje derisa çdo metër katror I hapësirës publike të rikthehet në përdorim të qytetarëve dhe të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të komuniteteve urbane në të gjithë Shqipërinë.